Kryetari I ri I PDK-s ka konfirmuar qasje të re në raport me bashkëpunimin me subjektet politike. Në një konferencë për media pas mbledhjes së parë të kryesisë së partisë prej se është zgjedhur kryetar, Bedri Hamza tha se vijat e kuqe mes subjekteve politike e kanë dëshmuar se janë të dëmshme për interesin e shtetit. Por për koalicion subjekte preferenciale përmendi LDK-n, AOK-n e Nismën. Për neve është ma preferueshme, ma afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Domethënë, jemi ma të afërt në aspektin programor, konceptual, me partitë që kemi qenë në periudha ndryshme kohore, edhe në qeveri, po kemi qenë mandatin e kaluar në opozitë. Aktualiteti politik e mobilizimi për zgjedhje janë temat që Hamza I ka trajtuar me antarët e kryesisë. Nga mbledhja doli me thirrje për përmbajtjen nga gjuha polarizuese gjatë fushatës zgjedhore. Ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi të interesuar dhe do të kontribuojmë që të ketë një fushatë shumë korrekte, me gjuhë zgjedhur, me prezantim programeve dhe mundësisht secili prej neve me kontribu në depolarizimin e skenës politike në Kosovë. Hamza theksoi se respekton vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme më 28 dhjetor, në të cilat tha se PDK hyn unike. Ai u zotua për maksimalizim të votës edhe në Drenas, komunë që u fituan nga Ramiz Ladrovci me subjekt të ri politik, pasi PDK-ja nuk e rikandidoi për mandatin e ri. Ramiz Ladrovcin kërkush nuk e ka përjashtu prej PDK-s. Unë nuk pa vendim që thot zoti Ladrovci nuk është PDK. Nuk ka një diçka tillë mrena PDK-s, prandaj jam I bindur që ne bashkë gjithë do të vazhdojmë edhe të garojmë edhe të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës. Në zgjedhjet e shkurtit, Hamza ka qenë kandidati I PDK-s për kryeministër, partia të cilën ai e drejton në zgjedhjet lokale e humbi edhe Mitrovicën, në krye të së cilës ishte Hamza në mandatin e shkuar, por që nuk kandidoi për mandat të ri. Ekspert më të mirë të vendit dhe nga diaspora.